Teksa në Hag vijon gjyqi për ish-krerët e UÇK-s, kryeministri Edi Rama udhëtoi këtë të hënë drejt Kosovës. Para takimeve zyrtare mori pjesë në promovimin e librit të ish-diplomatit Ahmet Shala, ku gjatë fjalës së tij foli për padrejtësinë e madhe që po përjetojnë Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi në gjykatën speciale. Ata 4 burra nuk u armatosën për të ndërtuar një politik shfarosje, po armatosën kundër një politike shfarosje. Ata nuk u armatosën për të imponuar sundimin e tyre në një territor të huaj, por armatosën për të hequr qafe sundimin e të huajve në tokën e tyre. Gjatë fjalimit zbuloi se presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është kërcënuar për rreth 2 vite për shkak se nuk ka lejuar që prokurorët e Hagës të dhunojnë zyrën e presidentit. Të gjë nuk e dini sepse nuk është thënë asnjëherë, por po e them sot. Është kërcënuar sepse nuk ka lejuar që prokurorët të dhunonin zyrën e institucionit president Kosovës, se me demek do kërkonin edhe aty provat e krimeve kundër njerëzimit. Gjë që natyrisht do ta vendoste Kosovën në sytë e botës si një shtet ku deri në zyrën e presidentit gjenden prova për krime kundër njerëzimit. Propozimin e prokurorëve për 180 vite burg, kryeministri Rama e konsideroi një përpjekje për të varrosur përsëgjalli ish-krerët e UÇK-s. Nëse Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi duhet varrosen për zgjalli, atëherë duhet vazhdojnë arrestimet. Duhet arrestohet Bill Clintoni, duhet arrestohet Javier Solana, duhet arrestohen Tony Blairi, nuk diskutohet. Edhe presidentja Vjosa Osmani e konsideroi padrejtësi gjykimin e krerëve të UÇK-s në Hag, ndërsa nënvizoi sakrificën e atyre që udhëhoqën luftën çlirimtare. Ditët më të errëta për popullin ton, Kosova pati bij e bija që udhëhoqën luftën ton çlirimtare dhe i dolën Zot atë dheut, duke dëshmuar se liria ishte më e shtrenjtë se sa edhe vet jeta. Libri i ish-diplomatit Shala i kushtohet gjykimit në Hag për krime lufte kundër ish-krerëve të UÇK-s dhe padrejtësive me të cilat ata janë përballur gjatë procesit 5 vjeçar.